spital ose në marrjen e një gjakut që nuk është disinfektuar, qoftë edhe nga infermierja ose nga mjeku, ne të gjithë mund të bëhemi prej e AIDS-it pa pasur kontakte seksuale ose transmetime të drejtpërdrejtë të gjakut me pacient të infektuar me HIV-in. Prandaj duhet që infeksionet shumë të shpeshta të bëhen arsye që të bëjmë një test të AIDS-it. Ju në fakt e thatë që shumë kanë edhe frikë për të testuar edhe për shkak të përgjigjes, por si mund të reduktojmë këtë frikë, doktoresha, dhe a mendoni se është bërë mjaftueshëm sa i përket edhe fushatave ndërgjegjësuese për t'i edukuar qytetarët rreth HIV-AIDS? Është ndër vendet më të painformuara Shqipëria në nivel evropian ku bëhet fjalë për informimin mbi AIDS-in. Kjo është arsyeja që popullata në total është e friksuar dhe vetë brezi i ri që janë vazhdimisht në komunikim me interneti, me inteligjencën artificiale, dhe ata nuk e kanë sepse nuk e kanë një orë mësimi ku me të vërtetë është e mirë pranuar qoftë nga mësuesdhënësit, qoftë nga pedagogjia dhe vetë pastaj brezi i ri është shumë herë më i vetëdijshëm që AIDS-i është një sëmundje 100% e trajtueshme, pra të marrë të diagnozën e AIDS-it në ditët e sotme nuk do të thotë që jeta jote do kufizohet, përkundrazi ne e kemi të vërtetuar shkencërisht që edhe në partneritet, pra në një çift, ku një prej